Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit, Qere bro, knaqën të lujt. Edhe koha sot të majt, edhe gjemi rëpon. Po bre. Ama apet s'ka me neve. Me vend të unë s'ka. Bile dhe djali e nes. U te këto e përmen dje gjyshin edhe gjyshin tanë ditën e gotë. Që pas ka kujtu goti, kur dja? Dje bre të thonë, oj mam, po kam qef me shku të gjyshi janë vend lindje. Dije, ka folë sigurt me gjyshin edhe? Jo bre, po ju ka fiksu diqysh. Tash nashta edhe koha e Ramazanit. Ta i kanë provokuat, të shka për ta më, i kanë provokuat, ta? Jo bre, Hajde, po, pse s'po koha e vini, Ramazanit. E di që më tha, që aty mu dhem të shumë. Tha imam, tha diqysh, ta kur jena kon të gjyshi janë shpe, kur vike koha e iftarit, një far ere, mirë, u kënaq shumë ujtë shumë bashkë. Shëshnija të remet të fmi të shëshnëke, dilke, din para simitire zoni, kur dilke ati janë dire dhe. Shumë ujtë me Ama shku. s'mu mujve, për ditje, din se unë vejta, nuk o që s'kom vejt. Mos djavë tash, bile një javë, s'mujna, se shumë vejta kanë morë përshim. Unë kam do ditë, s'muj ato nuk i prejki, ti e din. Hajtë bre falë edhe një herë, nashta që e kena njetin e mirë, e do na një mund zote. Ha? Me provu një herë. Edhe djali Ti me nësë unë s'du me shku. Jo, pre burri janë që ashtë ajo Ti e fjallë. din se që sa vjetë s'kene shku me bane E di Ramazan. une, po veç me provu. S'po du me hup shansën, mas të një kanë me shfrizu për një gjoker që ti dham detet kështu. Jo, pre se din zoti, na din zoti njetin, na din zoti zemrën, na një mën zoti, hajti mustanin. Veç veqe. Okej, përbojnë kështu. Edhe mos me ngu, qka tashin që ato ditë, qka i ruj për nej, mos se bov zotit, qka ka me shfrizu. Ama me një kusht, mos ga ba, mi kalzu kërkujt heq, e si dhe mos djallit. E marrë me djallin kërë, i thojna, hajde po shkojmë bam, dej në Austri po vojmë në shopping në diçka, se shtasha e din se në fund vetë ka liri me sene, edhe ja therim për Velingje. Veç ashtu me, mos mi kalzu heq, Premtoj. okej? Besën e ki. O, lëm na, e aj shfar babe ka, e unë shfar burri kam. O, halloj kabul o basenur. Amin, amin, edhe ty zoti kabul. Amin, amin. O dull, kur pas ke ardhe, mati s'kam pa. Bat, që një ditit të kom ardhen. Mirja pas ke bo, mirja pas ke bo. Alhamdulillah, ti që shia, i mirë, e nisja ka ardha, jo? Mirë. Po valla bre nisi, jo bre ka shumë pun ka. Ja. Hiq s'besoj që vjen. Që sa vjet bes nuk vjen bre. Pa atje, s'ka Ramazan atje. Ja, atje lipin pun, dolla, pun. Ja. O basenur, Urda. as po thine në telefona? Nëzme, jo se djali jam. Ka 2-3 herë folë. Bilem qënë edhe pare, sa 2.50 e mija. Jo që s'kam, po qeve bab, ka qef me më quhe. E po shka po do, vish në të një shnash. Valla po, e di. A e ka bile ma zor. Me të pëshin kur doj. Po veç i shalën e tjetë shnashe mirë. Inshallah. Se si që kalzova, në ditë ka 2-3 herë folin bile me kamerë. Po. Masenur, Urna. a vini venesër të unë një iftar, edhe ti edhe aga nazmi, si kam qef me ardhën. Ja, më së më gështoni bre, se së në lo plakën e vetë. Ja. Lene, plakën e qëmë të une, me shëqën teme, vini të une. Edhe o kry kjo puna. Ja, ve, di shka, hajde në me komplet. Po valla, s'na ngushtoni kur gjo. Godull. Besën për te pse ka medalja ma këto ditë ja bre, se që është e kam punën. Kupto. Ta ma mdull.
Mos e kushton basenur, kur thot del edhe del. Shka ta fol e kryn. Kryn e kije. E pani dhe, bajs ashtu, sante mas taravijës, halën e ëmbërsit dishka, ha? Ane, s'po ta prishmi. Ashtu banë dhe ullë. Nëzmi kujtoma se... Po. Se valla harroj une. Plak bre. Hetë mos Mas ki taraviva, po. Po, mas taravijës. Mas taraviva, unë e tam teki. Edhe dalë mi bashkë. Po. Allah ju rujtë, falenderit shumë. Amin, inshallah kejtëve. Amin. O bab, pse s'm ke i tregu e se kina më shku të gjyshe, unë ku pat me u ble dhurat? O shpirti nonës vete, gjyshi nuk ka dhuratë më të mirë në jetën e ti se ty që të ka nëpë. Heq më stani, zamë. Ti, halli, jo të pas kam i vledhurat, pa rebe qatë bre. Ej, bab, Nur, am beson besë sot durë se të më shku kur të gjo me bo për iftar. Jam këpu, diçka keq jam këpu. Rebe, që ti rahat. I që mësë mera kur gjo, lije në ashtë. Ja, e kemi numrin e kemi, porosit me 2 pizza, edhe na vinë hasën. Më ban halal vallaj, s'po mu jam beson. Gëmë që më thëmë, heqë mës levrit peri në kotë iftarit. Gëmë që më thëmë. O më rikrua, folën bre ato sot, e i qa jo. O, kanë fol, të banën selam. Aliqim selam. Bilenisi sot e kishte të lirë, i kish marrën. Shpes, kishin shku në Austri, me ble gjalli tesha, ha? Që, se s'pas ka Gjermania teshen, në Austri pas kanë shku, dhe menja e trive, bre. Ej, mos fol më rashtu, po sheqer se janë të vequ mirë në mes veti. Po, elhamdulillah, barëm qata s'ja menoj. Po edhe një se bre na ka dalë. Më pas konë që ka jo, kështu s'na kishë nderume. Lumi ajo vallaj për vetin e vetë. Sa mirë po e qënë me gjallin tonë. Kur po i shot që ashtu, po më duket si me ma falë këtë dunjanë. Ti s'mune zhbok me boj grupa vend për s'pomze. Që shkesh? Pse po kesh? Më s'ka zonë Ramazani, Elbet. Që, qëfar laf. Ani ke gjithë njërë për me zonë Ramazani, ka je bren men. Hajte pra, hajtë bjere pusho pak. Ala ka vakt deri në iftar, shtrijo pak pusho. Unë po të thëmë vend s'pomze, e ti po thu me fletë, po qëfar as gjumi s'po merë bre gru? Ku. Po rë, haj. Shka ishe blate. ej, mrena! Po, djali jem normal që më renom. Non-stop kena vuzit, herë unë e herë babi, pa uzu heq. Allah po edhe që mi lodh, pa shumë sotin po. As një pik. Po të ngrek e veni, badi hova. Që parkin klirë. Okej, që të pelo. Hajde, bismillah. Ndre, ti hini pali. Hajde, Ndre. Hajde, djali jem. Po që me mo shpija be, o Allah, mu knat zemra. Po bre, shpia ju ka mush, po. Koha iftarit bre, as një gjellë, mi au bo fmive, as kur gjo. Në për qëta rombe kena ardhën, bre. More va jeni be normal. Ty le thot rrugë me esës, më në kalzu neve, bre, baba, bre, ku. Po me kalzu juve, mas paktin janë 60 herë toni kishë thirë. Po qashtu? Njëna 38 herë të afërdita, kështë ma mirë, thamë heq edhe me kalzu kush në ka pru që. Kështë di që e kishë marrë madhës për ketë më. Po, valla po. Në për shkollës e kemi folë. Qka po doni mi ju maru për iftar, unë me një herë shumë shpejtë. Ja bre, baba ti e lodhë udhës. Baba kam porosit pizza. Qire s'po dim One ka ju pas juve ungina. O valla të më shku me një veç të flëtëraj. Hajde plak ka zë vetëm. Ja, qka e të folë.
A ki porosit ti? Veç i lejmërosh që tu plus edhe për 3 persona, edhe kry. Apo? Sot pojmë këtë gatshëm. Prej nesër mas ne e shofim. Nesër mas nesër, bojna buk bashkna. Edhe këti vjavë porosit të shpijës. Ja se përvejtë vegetarian. A për sefir, e ka marrë malli mantia me boson. E për sefir për Veligrad non, Qishi do? A me mish, a me gjizë. O veç ka të vlace për ti. S'fli hiq deri në sefir këti bajnana. Veç vrede firën. Ky projekt sponsorizohet nga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahu në falenderojmë për shëndetjet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgojmë në adresoj. Në bazuar në episodën që shikuam, e cila është tepër emocionuese, na mëson dhe na jep një mësim shumë të madh, që neve të themi diçka për atë që muaj Ramazanit, jashtë që është muaj i mëshirës, jashtë që është muaj i faljes, është edhe muaj i bashkimit. Pra, ashtu që gruaj që insiston që burri i saj bashkë me të dhe fëmijën e tyre të kthehet në vetëlindje për të bërë një iftar me familjen e tyre, me prindërit e tyre, duke treguar respekt dhe dashurinë ndaj prindërve, është një prej haditheve ku thot pejgamberi alayhis salam, ridhal walid fi ridallah, kënaqësia e Allahut është tek kënaqësia e prindërve. Wa sakhatullahi fi sakhatil walid, dhe hidrimi i Allahut është tek hidrimi i prindërve. Të kënaqësh prindrit, ti gëzosh prindrit me ardhen tënde gjatë muajit Ramazanit, kur ata shtrojnë iftarin dhe ulen vetë ata dy në sofrën e iftarit, duke bërë dua Allahut, dhe pjesa e asaj duash je edhe ti, që Allahu azza wa jall, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, li saimi farhatan, për agjëruesin ka 2 gëzime. Gëzimi i parë, thot pejgamberi alayhis salam, farhatun indama yuftir, gëzimi i parë për agjëruesin është kur ai agjëron kur çel iftar, wa farhatun inda liqa'illah, dhe gëzimi i dytë është kur ai takon Allahun subhanahu wa taala. Dhe imagjinoje duke bë ajo nan, ata prindër dua për ti dhe ti kthehesh dhe i surprizon me ardhen tënde në kohë të iftarit. Imagjino se nuk ka pengesë, nuk ka derë që mund të pengoje duan e nanës dhe të babës për ti, duke lutur që ti e ke lënë punën tënde, ke sakrifikuar gjatë rrugës me agjërim, duke ardhur dhe ti gëzosh prindërit e tu. Wallahi billahi, duhet ta dim që prindërit janë dhurata më e madhe që na ka dhënë neve Allahu subhanahu wa taala. Dhe neve duhet jemi prej atyre që neve të insistojmë që neve të kthehemi në vetëlindjet tona, të bëjmë iftar. Mirë po, iftar edhe me familjen, iftar edhe me prindërit tanë, mirë po do të ngel në memorien e fëmijëve tanë, që ata kur ka bërë ai iftar, kur është kthyer në vetëlindje, kanë dëgjuar një ezan, kanë dëgjuar që po falet namazi teravis, dhe kjo do të ngel në memori. Kjo është një edukat, një prej shkaqeve që ti ta edukosh fëmijën tënd që ai kur të rritet të mbajë mend këto. Sepse ai do të rritet ndoshta në mërgim, do të rritet në gurbet, mirë po do ta ketë gjithmonë me mendjen, dhe ai kur të kthej koha e Ramazanit, kur të afrohet muaji i Ramazanit, ai do të thotë ti, o bab, do të thotë bashortë të sande, hajde të kthehemi në Ramazan, të kthehemi të shkojmë në vetëlindjen tonë, të bëjmë iftare me gjyshin dhe gjyshen, për shkak se wallahi billahi nuk është dhuratë më e madhe, nuk është gëzim më i madh për prindrit që ti kthehesh në vetëlindjen tënde, nuk është ajo valije që ti i ke të mbushura me dhurata, nuk është pasuria që ti e kthen në vetëlindje për prindërit e tu. Ardha jote në Ramazan me familjen tënde është dhurata më e madhe për prindërit e tu. Nuk ka dhuratë më të madhe, nuk ka lumturi më të madhe, dhe për këtë shkak të gëzosh prindërit, vallahi dije se ti ato brenga, ato gajle, atë stres të punës që e ke në mërgim, vetëm një dua e babës edhe e nanës do t'i largoj brengat tua, do t'i largoj brengat e punës, brengat e dunjas dhe të ahiretit. Mjafton vetëm që ti ta respektosh prindërin tënd, ta respektosh dhe ta gëzosh në kohë të iftarit, ta surprizosh me ardhen tënde dhe të bësh një iftar. Pse? Imagjinoje
Për shkak se kjo jetë është shumë e shkurt. Kjo dunja nuk e ka ngel askujt. Dhe prindrit tanë që janë të moshuar, që janë të shtyrë në moshë, ata nga telefoni ti po oron Ramazanin, nga telefoni ti po e cel telefonin dhe po bën iftar nëpërmjet telefonit, mirë po, ndoshta e nesërmja, kur ti do t'i thirrësh në telefon, që ti pyetësh si janë me shëndet, si po e kalon agjërimin, ndoshta njëri prej tyre nuk do t'jetë. Ndoshta ka kaluar në botën e mëshueshme. E pra, sa i ke gjallë, mundohu, shfrytëzoje kohën me prindërit e tu. Se një prej kohëve më të mira që mund ta shfrytëzojë besimtari muslimani është duke kaluar kohën me prindërit. Edhe kjo është adhurim. Edhe respekti ndaj nanës edhe ndaj babas është adhurim. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dhe Allahu thot ka për urdhër të prerë që mos të adhurohet askush tjetër përveç Allahut dhe ndaj prindërve të jemi të respektueshëm, të sillemi mirë me prindërit tanë. Imagjino të sillesh mirë me prindërit e tu, tregon respektin ndaj prindërve, por edhe tha pejgamberi sa baba dhe nana, prindërit janë dyrë për dyrëve të xhenetit. Gjithë neve xhenetin e sinojmë, gjithë neve xhenetin e ëndrojmë, atëherë të jemi bashkë në kohë të iftarit dhe të bëj dua dhe nanave tona, për shkak se ata me luqen e tyre do të na largojnë brengat e dunjas. Dhe ndërlidhi një rast ku pejgamberi alayhis salatu wasalam e tregon për 3 burra, për 3 njerëz që ishin shok dhe kishin marrë rrugën që ata të shkojnë në një vend. Mirë po, rrugës duke shku fillon një shi i madh dhe bjerë ata po hinë në një shpellë që të mbrohen nga shiu. Mirë po, në momentin që hinë nga ajo hyrja e shpellës, bie një shkëm, një gur dhe e zën apo e mbill hymjen. Dhe këta të 3 mendojnë thash se çfarë do të bëjnë. Çfarë do të bëjnë që këto nuk ka asnjë telefon në atë kohë jo, rrjete sociale jo, sa duhet që ti vërtet nuk ndëgjon askush se je në shpellë. Dhe këta të 3 bien në përfundim dhe thonë, do ta lutemi Allahun për çdo punë që neve kemi bërë për hir të Allahut dhe ndoshta do të jesh shkak ajo punë që kemi bërë për Allah që neve të dalim nga kjo shpellë. Që të largohet ky shkëmb apo ky gur i madh që e ka zënë hyrjen tonë. E një prej tyre, këtyre të 3 çfarë thot? O Allah. Një natë për natëve thot, unë u vonova në punë dhe u ktheva vonë në shtëpi. Mirë po me vete thot kisha blerë qumsh që t'u dërgoj prindërve dhe fëmijëve të mi. Momentin që arrita thot në shtëpi, prindërit të mi i kishe zënë gjumë. Ndërsa fëmijët e mi, ata donin që të pinë qumsh, edhe ata nuk flinin nga uria e tepër që kishin, po vajtonin, po pisktonin. Mirë po thot unë qëndrova afër shtratit të prindërve të mi, duke mos u aqitë gjumin, duke mos i pengu as pak, dhe prita deri në mëngjes që këtë qumësht ta pinë së pari herë prindrit e mi e pasaj ta pinë fëmijët e mi. Dhe një prej shkaqeve për këtë ngjarje thotë o Zot, nëse e kam bërë për hir tëndin dhe këtë respekt e kam bërë për hir tëndin, që të kem respekt ndaj babës dhe nënës, o ato na bëj zgjidhje. Allahu subhanahu wa taala e largoi shkëmbin, gurin nga ajo shpellë dhe dulën që të 3 nga ajo shpellë dhe ishin të lirë. Të nderuar shikues, po e përfundoj duke ju thënë të gjithëve që po na shikoni, duke këshilluar edhe vetveten. Gjithë neve kemi shkëmbin që na rëndojnë jetën tonë. Çdo kush në jetën e tij ka një gur që e rëndon stres, gajle, probleme, mungesë financiare e kështu me radhë. Një prej shkaqeve të lumturisë tënde dhe timës, një prej shkaqeve të shtimit të bereqetit, një prej shkaqeve të lumturisë, një prej shkaqeve të rahatisë së shpirtit tënd dhe timit është respekti ndaj babës dhe nënës, lumturia, gëzimi i babës dhe nënës. Andaj ti që po na shikon dhe na dëgjon, eja gjatë muajit Ramazanit, gëzoje babën edhe nënën, lumturoje, bëje një iftar dhe pastaj mos haro se duaja e tij do t'i hap gjitha dyert, rrugët që ti ke filluar dhe i sinon, dhe biznesin që asinon me arrit, Allahu do të jetë zgjidhje me lejen e Allahut. Lutë Allahun që nga këto fjalë që i them, Allahu inshallah ta përmirësoj gjendjen tonë, do të na bëjë për atyre që kemi respekt dhe prindërve dhe babës dhe nanës, ja Rabbel Alamin. Allahu alesoft agjërimin, Allahu pranof çdo punë të mirë që e bëni gjatë muajit të bekuar. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم Mirësi dhe Ramazani, mirësi dhe Ramazani, mirësi dhe Ramazani, mirësi dhe Ramazani.